Guhem Arjan Hisa dhe gjamnjezet e shtatevgjet duke kaluar praktikisht të gjithë jetën tajmni, kete kitet të vogël të kete i strukur thelle ne pigjet e shqiperise. Shtaj logj vendi ku tek gjithën gjohin emrin të punet e tua, dhe ngjarja me emocion uese e vitit eshte kur lokali. I lagjes ndryshon resetën e ndonjë e mbelsire apo shton gjë shigjetere. Unë punoj si designer grafik i pavarur, duke operuar kryesisht nga garaxhi i vjetër i nënes sime, të cilin e kam kthyer në një ziri të improvizuar. Nuk është të punëve sanerisht, ma gjepsese apo mbreselenese, duke dizajnuar logo për bizneset e vogla lokale, duke krigjuar banera webi për kompani regionale, dhe here pas here ndonjë kopertine albumi për një grup muziko lokal kue po mundohet të beje e merë, por puna me paguan faturat dhe me jep lirine të enderoj për mundesi me të medha. Keto endra gjithmone kanë rotuluar rreth rrugës se hapur dhe aventures. Kur isha femigje i vogël, duke shfletuar revistat e vjetra geografike të gjishitim me fotot e tyre me shkelkim të vendeve të largeta, kam kene plotesisht i fiksuar pas hartave dhe historive të vendeve të largeta ke nuk i kam pare kurre. Vizitoja rrugë me gishtin tim në përfake, duke imagjinuar erën këme për shkonte floket dhe gurgullimen e gomave në autostradat e pafundme që shtriheshin drejt horizontit. Por retanat e gjetes me mbajshten të rengjo surketu. Mami po plaket me shto vit ke kalon. Dhe pasi babi nderrua gjete nga nxej atak në zemer trevgjet me pare. Unë e ndrova prane për të ndihmuar dhe për të kene ati për të. Nuk kisha velezeri motra për të ndare për gjegjesine, as ndonjë rjet të mad familjar për të mbeshtetur, qesht june garaxhi si hapesire pune dhe projektet e mja të ndryshme, këtu hin furgoni ne histori. Para 4 vjetesh, bleva kete Mercedes-Benz dikin, ishtate dhe te vitit njemi gje e nente kind e te gjete ishtate shume te vjeter dhe te demtuar, nga nje ankënd mbeturinash po tuaj se falas. Ishte jëndrishkur dhe i amortizuar. Motori kolitej dhe gulqonte si nje plaktuhan shike luftonte per frime, por une pashe potencial të madh të fshehur në degradimin, që do mbremgje pas jam barugja punen me klientet, dilgja ati me koleksionin tim të veglave. E në kësura ka nga brenda, ndërtova një krevate të eshte prej druri në pjese, i pas me mesirtare magazinimi të ndërtuar me zgjuar si poshte. Hapa vrima per një ventilim në sati per të lejhuar karkullimin e ajrit, instalova një sistem baze, paneles diellore, per të fukizuar një frigorifer të vogel dhe disa drita LED. Magje improvizova edhe një sobe portative campingu dhe një tavoline të paloshme. Muret imbulova me ngjitese të mbledura gjatë viteve, parke kombetare ke nuk i kisha vizituar kurre. Atraksione anesore rrugës ke kisha leksuar, vetem për tu. Kartolinat e zbeta nga vende ke kisha nderruar vetem të shigja. Shkembinjte e tepisur të alpeve shqiptare, siri i kalter, dritat e Tiranes, pejzazet shkembore të tepisurat të kanioneve të Osumit, shkruagja shenimet e detajjuara në kopeza letre dhe i angjizhane mure. Flineni gje ketu ose, ngjitu ne kete shtegne agim. Nuk ishte tesht një otomjet për mua, ishte kapsula ime e shpetimit, bileta ime për te dali nga kjo eksistense e kytetit të vogel. Punagja per ore të panumerta duke degjuar podcaste per udhetare solo ose duke degjuar me, se të larte listat e mia të rock, ud classic permes altoparlanteve të vjeter. Mamin donjë herë hit të njësi nga dritargja e garashit, duke tundur koken me një buzekes që të dashur. Kur do të marrësh vërtet këtë gjediku, Arjan, me pjeste agjo me shaka te bute, dhe une keshja me shaka, duke të ne shpejt, gjithmone shpejt, por tele brenda isha vërtet i frikesuar. Po sikur te largo hesha dhe gjithë shka te ndryshonte, po sikur tek te hesha dhe as gjete mos kishte ndryshuar, per bale rrugës gjeton të lira gashi, Ajo u zhvendos në shtepine e vogël rreth një vit me pare, mendje herë pas divorcit nga një avokat i famshëm në Tirane. Ajo ishte 23 vjeç, por ajo e mban veten me këtë hir dhe dingjit e të kete ke e bente duket, po thuajse e përgjithshme. Nuk e ngjigja veçanërisht mire,
Djesht Valevic e fkingjesore dhe bisedate rastësishme kur Kositja lendinën e mamit dhe e shihgja ullur në verandën e saj, ajo u lejë ati shumicen e mbremgjeve me njegotevere të kuke. Duke pare pemet sikur ato mbanin ndonjë sekret kjo e vetem ajo mund të kuptonte. Gjate oreve të dites, ajo gjepte me si me pianogje për femigjet në kytet. Dritargja e domes se sa ishte ndengjes, shpesh ishte plot me zurme në shkalleve të ndërprera dhe të këshurave të. Femigjeve, por naten, kishte kete trishtim të prekshem rreth saj, sikur kishte hambur dukshem me shume se sa thjesht një martese. Ta shettemet fluturonin në kytetin e vogel si që bajnë gjithmone. Diçka per një shtepit e madhe në kytet, drame familjare pa femishet e saj. Une kyre nuk hira në punet e saj, nuk ishima kafer, atë të shtune në mengjes, me nefon vendosa se ishte koha për të shkuar vertit. Kisha kursjer mjaft para në nga një pune i madhe i pavarur, kisha paketuar çantat me gjerat helbesore. Tende dhe zgjumi, një frigorifer të mbushur me ushkimi, laptopin të mper pune në rrugë. Furgoni ishte ngarkuar plotesisht, mbajtësja e bicikletave ishte bashkangjitur në pjesën e pasme, depozita e karburantit ishte mbushur plotesisht, lista e kengeve ishte gati. E për plasaderen e pasme me vendosmeri, kontrollava di herët e gjitha bravat dhe u futa në sediljen e shoferit. Motori u ndez me gjurme dhe për një sekonde teshtu ula ati pa levizur, zemra me rrihte fort në gjoks. Kjo ishte ajo, udhetimi mi pare i vërtet e rrugor, pa itinerar të ngurte, thjesht drejt gjugut dhe çfarë do aventurash vinin me pas. Ndersa po dilja nga garazhi, e lira u shfak në septe o borrit të saj, duke me bere shëngje urgentisht. Ajo kaloi shpejt rrugën, floket e saj të lidhura në një bisht të lirshëm, i veshur me kësinset e zbehta dhe dje bluzet e vjetër të një grupi muzikor. Ajo u mbeshtet në dritaren e furgonit, duke pare me kureshqe brenda në vendosjen time. Hej Arjan, duket se po shkon në një aventure të madhe. Unë tënda koken, duke u munduar të sillem i kete dhe i rastesishem. Po me në fund po engsher furgonin per një këshiro si që duhet, udhetimi i pare i mad. Nëse nuk shkoj tani, mund të mos e baj kurre. Ajo hodhi një si të ngjiteset e ngjitura në pult, si të e sa gjundalente hartaj dhe të gjuare bregdetit të gjonit. Një buzekeshqe e zbete i kaloi fytyrien, por ishte ngjirosur me diçka të hidhur dhe melankolike. Po të isha në moshën tënde, ndoshta du të begja saktesisht të njëjtën gjë, thjesht të pak e to gjatit të shkogja, pak të kokën pas. Fjalet mbeten pezull në agjer, dhe para se të mendogja, engsora pa menduar. E po, nëse do të vish me mua, ka vend. Mosha nuk ka rende si per udhetimet rrugore. Kush do mund të niset në rrugje? Në fillim e kisha menduar si shaka, duke pritur ka ajo të keshte, por ajo nuk e beri. Ajo me për drejt për drejt nësi, diçka ndryshoj në shprehjen e saj, si një shkëndigje këndizet pasi ka kene e fjetur për një kohë tek gjate. Prit ketu, me gjep 30 minuta. Unë e pashe ndërsa ajo u këtje me vendosmeri në shtëpine e saj. A ishte serioze, me njaj me garonte e çmendur. Kjo ishte absolutisht e çmendur. Unë me zi e ngjigja për të Valeviceve të shelshme, po sikur ta merte vesh mami, po sikur të beheje si kleçme të ishim të blokuar në një furgon se bashku. Por një pjesë e imgja, pjesa që kishte ndertuar këtë furgon posaçërisht për liri, ishte vërtet e emocionuar. 30 minuta me vonni, saktesisht në kohë, ajo u rishfak. Një valikse e vogel, në njerën dore, një kshakete e vjetër lekure, i varur mbi shpatull, një sante kitare, i vjetër në dorën që tërde një kuti me biskota shtëpje, i futur nën kra. Gati? Pjeti ajo sikur kjo të ishte gjegja me normale në bote. Unë hezitova për një sekonde, pastaj hapadiren e pasagjerit. Hyni. Ajo unë ngjit, duke i futur sendet e saj në pjesën e pasme pranet e mjat. Furgoni me njahire mori ere embel sirash të pjekura dhe aventure. Une e futa në marsh, dhe ashtu unisem. Di potvaj se të panjohur ke rotuloeshin në per rruget e njohurat e kitetit tonet e vogel, drejt të panjohures. Pak e dija ki nuk ishte thjesht një udhëtim rrugor. Ishte fillimi i diçka gjë që do të ndryshonte, thelbesisht të dive për gjithmone.
Ne u nisem pikërisht kur Megulla e mëngjesit po ngrihe nga pemeti larta. Furgoni gurgulonte në autostradën e njohur me dikorsi 6 të qytetit. Unë vazhdogja të shihgja me nervozizem në paskiren e pasme, duke pritur gjisme se shtepja e mamit po zvogelohej si nje kujtimi zbeti, e lira u ull në sediljen e pasagjerit, valiks gja e saj e futur pas nesh, santa e kitares e mbeshtetur në frigoriferin e vogel. A gjo nuk ta shume në fillim, qesht në dreki rotullen e radios derisa gjetin gje stacion të vjeter me muzike populore. Zeri i tele i dervish shakes mbushte kabinen me melankoli. A gjo u me beshtet pas, hoki kepuse dhe vendosi kembet në pult, duke vizatuar shpejt shenja rrugore në një fletore te. Vogel ke niksori nga çanta e saj. Unë shtrengova timonin me forse sa ishte nevojshme, me njaj me garonte me peqe. Qfare drekin po beja, poftoja një grua kjo me zi e njigja, fkingjën tim per me të per, në ate ke duhegji të ishte aventura i me solo. A gjo ishte mjaft e madhesa të ishte, mire gjo mami im, por padishim me e madhimen gje diferense të konsiderueshme. Dhe me gjithati, gjaku ishim, duke u nisur drejt autostrades pa as një plan të vertete. Pra, tashe me në fund, duke të erheshqen pas rrët 20 minutash rrugë. Ku duhet të shkoj me se pari, kam një rrugë të lirshme drejt jugut. Ndoshta likeni i komanit son të nese e shtygjme, a gjo ngriti kokën nga skika e saj, syta i keshnin në koshe. Tingelon perfekte, nuk kam kene kurre atje, ti. Një here kur isha femije, mami me mori per të bere shetitje atje kur isha ndoshta 10 vjec, nuk kam shkua shume larga saj me gjithate, shkodra disa here per pune dizajni, Elbasani per një koncert, kak. A gjo ke shi, një tingull i ulet i le te këteu statikun në radio. Ti ke te gjithë botën të hartuar në pjesen e pasme të ketit furgoni dhe mezi ke shkelur në shkiperi. Levizje e guksim shme të rëmbesh, një grua të moshuar si une per arratisjen tende të pare të made. Në gjeva fytyren tim të nëksehe nga turpi. Hej, nuk ishte rëmbim. Ti u ofrove, të nuk gje e moshuar. Me gjaftu e shem e moshuar. Ta a gjo me nje shpatullim të rastesi shem, por kishte një shkelkim të ngak mu e shem në sirin e saj. Nëse dikush pjet, tu a gju se gjam tes gjagjote eksentrike, ose me mire, tu a gju si ke i kur me një grua të moshuar kjedi si të gjeto gje, kë gjo do t'i begjek gjuhet të filojnë të flasin në shtepi, une kesha, tensioni u lehtesu a pak, dakord, por seriosisht, nëse këgjo behet e quditshme, mund të ek të hemi kur dohere. A gjo me beri me i dore shper filese, nuk du të behit. Gjeta eshte shume i shkurter për pendimi, përveç ke saj, kam biskota për të ndari. A gjo hapikutini duke me ofruar nja. Biskota me qokolate ende të ngrohta nga furra e saj. Una e mora me miren gjoh gje, embelsian gjehej pikerisht ashtu siç duhet ndersa u bashkuam me autostradën. Kilometrat kaluan në atë limbo të sikleqme të pangjohurve të bashkuar nga rethanat. Ne ndaluam në nje pike karburanti ret mes dites, duke u mbushur dhe duke marre sanduise të lira dhe pigje freskuese. E lira shetite ret rafteve. Duke marre ushkime të rastesishme, nje kese me arrate per zira, disa mishtejtate, sikur po grumbullon të ushkime per nje rethim. Prapa ne furgon, a gjondau ko panga gjeta e saj ne fragmente. As gje shume e të lende. Tirana ishte gjithë rokakjej dhe kostume ta agjo me skafshetave. E urreva pas një kohe. Shume zurme jom jaft hapezire per të marre frime. Une tunda koken, duke u fokusuar në rrugën per para. Tingelon intensiv, qfare të solli ketu në shkiperi. Divorsi, ta agjo tate, pa asnje emocion. Kisha nevoje per një filim të ri. Kyteti kete jetë e kete. Po ti, thjesht i ngekur, mendoj. Mami ka kene spiranqa i me, por eshte koha të sho qfare ka gje per të qketire pe meve. Ne heshtem per seri pas ketij shkembimi, radiogja sherbente si tamponi jeni. Ne funte pas dites kishim arritur këtesen per likenin e komanit. Ajri ufton gjeshem dersa ngjiteshim në parkun kombetar, pishat e larta ne të di anet. Gjeta një vend kampingu të shperndare jashtë një rrugë zavorri, një vend i sheshte me një pamgje mahnitese të likenit kë shkelkente në distance. Shtepia per në ten, njoftova, duke fikur motorin. E lira u shtrin dersa kërciu gjashte,
duke marrë kitaren isaj. Nuk është kek për një ndaleset e pare. Në ngritem kampin shpejt. Une hapa tavolinën. Ndeza soben portativ per koftin dersa ajo ke puti disa akorde prane grope ses gjarit ke kisha improvizuar nga guret. Darka ishte, e teshte por e kenakshme, buke e te kurmbi flake, gjate I bardhen nga nje pakete. Ne hengrem ne ndriten e zbehur, heshtja e pigjeve në mbeshtil të si një batanie e ngrohte, nder saranata temperatura rëshpesht. Une insistova ka gjo të merte krevatin, ne pjesen e pasme. Une do te flene sediljen e perparme, kam të sintim të gjumit. A gjo rotulloj syte. Mosu bejke sharak, shteftote agje gjashte, në gjemi te ritur, ndani hapesiren. Une hezitova, por ftoti ishte pikues, keshtu ke u dorezova, ne u futem brenda. Brendesja e furgonit ndrisuar nga nje varg I vetem dritash dekorativ kë kisha varur. Une u shtriva në njeren anë të krevatit, agjo në qetren, një hapesira e mire për 30 centimetrash mes nesh. Disheku ishte I holi, a gjëri rende me pjeqet të pashprehura, une pashe tavanin duke degjuar frime marjen e saj, nuk po fledot peshperiti agjo pas një kohe, po ankti I nadës se pare mendoj, agjo zvendos duke mbesh të turne një beril. Këgjo me kushton kur isha nëntë mbedje të vjetës, I kem me një të dashur per të pare kanionet I osumit. Fjetem në kamionin e tish të vjeter, duke ngriren nga të ftohtit, mendonim se ishim të patjeshëm. Çfare e ndodhi, undamen gjej muaj me vone, por ai udhetim kushtimi me I mire kekam, kin gjehet ndryshe me gjithate, pa pritshmeri, dhjesht rruga. Zeri I saj u zbut duke mbartur një peshe ke nuk e kisha venere me pare. Pise ki udhetim per ty, vertet. Une e mendova me kuqdes. Mami po behet e dobet. Nëse nuk shkoj tani, mund të mos shkoj kurre. Të sinkerisht, qam lodhur se enderuari pa bere gje. Ajo tundi koken ne dritën e zbekte, e kuptoj plotesisht. Pas divorcit, gjeva sikur kisha humbur vitet me të mira. Pa femije, pa shtepit e vertete, të eshtë mbremje boshe me vere dependime. Vulnerabilitetin e tonin e saj me kapite pa pergatitur. E kisha pare si kete grua të perbere, të pavarur, por gjaku po hapeq ndajnje potuaj se të panjohuri. Tingalon e vet muar, tashe butesisht. Shte por sonte, joak shume. Ajo mori kitaren I saj nga fundi I krevatit, duke I rene butesisht. Një melodi e vjeter shkiptare mbushte hapesiren e vogel, zeri I saj, I ngjirur dhe I ulet. Unë mbila si te, melodia me perkunde. Pajdi tur, gjumi memori nën vete, na ta e pare pakesore ke kisha pasur pregjvitesh. Mengje si erdhi me dritën e djelit, ke filterte permes perdeve ta furgonit. Uz gjova me eren e kafese ke ziente. E lira ishte tash me ngritur, ullurne qepte krevatit me di filkshëne me avull, zgjohu dhe shkelki, luftetar e rruges. Une u ula, duke ferkuar si të me pergjumgje dhe mora filkshënin me miren gjohqe. Ate here a gjo me da fletoren I sajte hapur nëngje fake me nje skise të shpejte. Une në gjume me gogjen pak te hapur, duke ke sharak por quditerisht pakeso, ti gerhet si sharre elektrike, mengak moi ajo, e keshura e saj e sinkerte, duke indrisuar fytyren në nje menyre kë nuk e kisha pare me pare. Une gulsova por nuk mund të mos keshja. Faleminderit per portretin, vertet lavderues. Kur dohere, tani sfare ka per mengjes, radhen e këti per te gatuar. Ne dolem jashtën e ajzrin e fresket të mengjesit stimulues dhe I fresket, une teka buken bisobe, duke I lier me gjalpe kikiriku nga rezervate mia. Ndërsa hanim, duke parem gjegulen ke ngrihet nga likeni, sikleti I gjeshem ishte zhdukur plotesisht. Folem per asgjede per gjithçka, kenget e preferuara, punet me të kekigja ke kishim pasur, une I tregova per resetën e famshme të baklavas e se mamit. Ajo ndau histori nga recitale piano generinin e saj. Per heret e pare, nuk ndihet sikur ishim tjesht fkingjet e bashkuar. Ndihet si filimi I diçkajet e vertete, edhe nese nuk mund ta emertoja ende. Ndërsa ditetu shkrine ne njeri qetrin,
Furgoni ynë I vogël u bë me shumë se thjesht një automjet. Ai u kthien në një shtëpi lëvizese, nje fole kubota e 6 mendihej, I larget dhe bisedat tona u teluan progresivisht. Ne lame likenin e komanit pas. Duke u dredhur drejt gjugut përmes pigjeve të dendurat të shqiperise, rruga duke u kthyer si një lume mes pishave. Elira kishte marrë drejtimin e navigimit, fletorja e saj e hapur në prihyr, duke vizatuar shpejt harta ose duke bere vizatimet e pikave referuese, ndërsa kalonin planetar. Le të shmangim autostraden, toshte agjo, duke treguar një rrugë anesore, me piktoreske kështu. Uni ankohesha per konsumin e karburantit, por e ndikja gjithsesi, sekretisht I gezuar per devigimet. Ne kaluam në shqiperine e verjut rreth mesdites, peizazhi ndryshoi nga pemet e gjelbrane kodrati valezuara me vreshta. Ne ndaluam në njeteze frutash anjesore rrugës, duke blere lule shtridet e fresketa dhe gjate per një piknik. Elira shtriu një batanigje në një dushk, dhe ne hengrem në hije lengu në njolos të gishtat. Me tuaj diska, tha agjo, duke futur një lule shtride në gogje. Cili eshte vendi në hartën tënde kë absolutisht duhet të shohesh, parku kombitarit e tit, u përgjigja pa hezitim. Gjithmone kam dashur të kendroj në buzed e të ndihemi vogel, mendoj. Ajo të ndikoken me mendim, e kuptoj. Tirana me bente të ndihesha e vogel në një mënyre të keke, turmat, pritshmerite, këtu gjashtej, eshte çlirues. Unë vazhduam duke arritur në zonat malore të pisurat të shqiperise se veriut në mbremgje. Ajri u bë me ithate dielli pikte asfaltin. Ne ngritem kampin pranë likeneve të lures atë nate, u gji I kelkte në njigje. Eli rangësori kitaren e saj per seri, duke irene butesisht ndërsa u ulem pranë një zjarrit e vogel. Ke luajtur ndon gjëhere, pjeti agjo. Jo, nuk kam talent për te, agjo ma dha gjithsesi, të gjithe kane pak. Ja, provo, gishtate sa gjude hoke temit e në tela të duruar dhe të ngrohte. Në keshem kurune gabova një akord, tingulli gjehon të mbi u gje. Ishin momente si ke toke kopetuan muret mesnesh, të tjeshta të paforkuara. Por prova e vertete erdhine ulte siren e mizekese. Kishim udhëtuar përmes ultesires per ore të tëra. Temperatura pongjitesh në nje në ksetesi per veluese presh 23 gradesh Celsius. Gjersa me kishte lagur kemishen, kondicioneri në furgon me ziper balonte. Elira freskohaj me fletoren e saj, duke treguar kaktuset që dukeshin sikur po benin me dore. Pastaj një shpertimi fortetiu monotonine. Goma e pasme e gjatë të shpertu, duke na bere të devizionim në anet e rrugës. Pluhuri unë ngrit ndersa unë ndalova, zemra me rritë fort. Drekin, murmurita, duke kersje gjashte per te vleresuar demin. Goma ishte kopetuar, goma të ndejsin gje zogi vdekur, Elira mu bashkua, duke mbrojshtur site nga dielli. Rezerva eshte në pjesën e pasme, mund të reguloj me kete. Në nëksorem krikun dhe veglat, në ksetesja së një batanigje kë shtipte. Unë u la per te liruar dadot, por se lesi reshkiti duke me gervishtur gishtat. Drekin, duhet të kisha marre autostraden krisore si stashe, Elira me hodi në gjeveshtrim. O, tani eshte fagjim, rruga piktoreske ishte ideja gjotek gjithashtu, apo gjo, dhe kush ka nevogje per Google Maps kur, ke ate hartet e vjeter letre në sërtarin e dorizave, unë fshiva gjersen nga balli, frustrimi po me vlonte brenda. A gjo harte e vjeterna solid deri ke tu pa hambur sinjalin e internetit. Gjo te gjithe gjane ngjitur pas telefonit. A gjo krikezoj krahet, dielli rihte pa me shire. Mire, zoti analog, por nese ngecim ke tu sepse ti nuk do të perdoresh teknologjine, mos me fagjeso mua. Ne u grindem mbrapa e mbrapa ndersa punonim. Zerat në ngriheshin me bi autostradin e zbrazit. Makinat kalonin me shpeshtesi here pas here, por askush nuk ndaloi. Me ne fund me rezerven të vendosur, ne u terhokem, duke gulquar. Debatirin të në agjer si pluhuri, por pasta gjelira shpertio në te ke shura. Të telat e sin kerta, kë e bene te perkulej. Na shiko gulsoj agjo. Di idiote ke berta sin në meste askundit per një harte. Unë nuk mund të mbagja, edhe unë filova të keshja, absurditeti me goditi.
Ne u shembem kunder furgonit anet në dimbnin. Dhe para si ta kuptoja, ajo me ter hokinenje per kafim. Ishte i gjersitur, i siklet shem, por i vertete. Arme pushim, ta ajo, duke u terhekur me një buzekeshje. Arme pushim. Ne u futem per seri brenda, tensioni u zhduk i zëvendësuar nga një afrimitet i ri. O gjo goma e shpert hieru besha kagja gjoni e brendshme, një historike do të ritregonim me drame të egzagjeruar. Nga atë gje ne devigjuam në zonat e të pisurat të skraparit, kanionet me shkembinç të kuk shploseshin si një pikture. Ne beme shetit që të shkurtra në parkun kombetar të tit, e lira vizaton të shkembinçte e të pisur, ndersa une begja fotografi. Nata ufton dersa shkonim drejt parkut kombetar të Ljogarasi. Një mbremje, pas një udetimi të gjatë permes fushave të Korçës, gjetem një event prane hirjes se parkut. Temperatura ramen gjehere pas perendimit të djelit, ngrika tashme po formo hajne dritare. Une umblodha ne të sintim të gjumit, gati të durogja në sediljene per parme per seri. Por e lira trokitin e ndares, këte huketu, shte shumefto te do të ngrihesh. Jam mire, protestova butesisht, ajo nuk e pranonte. Arjan, eja, kemi kaluar fazen e sikleqme, me ngurim u zvarrita ne pjesen e pasme, duke reshkitur nën batanigje prane saj. Këte here nuk kishte hape si re. Ne ushtrime me afer, krahet na përkeshin ndersa vendose shim. Ngrohesi i furgonit gurgullon të lete, por ftohti vazhdonte. Nuk po fledot, pjeti ajo, zeri i saj i butene e risire. Pak, ti, gjithmone. Ajo ndaloj pastaj vazhdoj. Martesa ime ishte të tembërgje të vjet. A ishte avokat, ambisios. Une hoka dore nga diploma ime e artit per të mbeshtetur. U zhvendosa në Tirane, luaj të gruan perfekte. Por ajme trattoj me asistentën e ti, klishe si që t'ingellon. Familja e ti me fagjesoj. Dhe nëse nuk isha më gjaft mbeshtetisi, hambak gjithçka, shtepine e mikte, magje edi në gjengjen e vetis, në gjeva sikur nuk kisha me rendesi. Fjalet e saj rendonin dhe une u këteva per balisaj, duart na prekeshin nën batanigje. Këgjo eshte e të mërshme, ti nuk e meritove kete. Ndoshta gjo, por me te u, deri ne kete u dhetim. Gjej sikur po kujtoj kush isha. Gishtat e saj unë derthuren me të mite. Një spiranse e kete nena te. Per heri të pare, nuk ndihesha si femija ke shokeronte. Ndihesha si dikush ke agjo kishte nevogje, dikush ke shihte ate. Modeli vazhdoj, debate per rruget ose ndalesat, por ato gjithmone përfundonin me paqtim. Ngjedit e në zonet e të pisura malore të verjut, u grindem per devigjimin në nje muzete vjeter etnografik. Une do gjëti përmbahesha orarit, agjo insistonte per argetim. Agjo u merzit në heshqe per ore të tera, duke pare nga dritarja. Atena te, ndërsa une shtrihesha në pjesen e pas me vetem, koke fortesisht, agjo me futin gje sanduis per mes perdes. Nuk mund të ngasesh me stomak bosh, pesh periti agjo. Me fal, une e ter hoka brenda, edhe une, mbrem gjetu këtjen në rituale. Në luanim x one kopeza letre nën driten e fenerit, humbesi tregonte një sekret, une refeva refuzimin e dashuri se si me të pare në shkollen e mesme, duke me lene të frikesuar nga marreden jet. E lira pranoj puqen e saj të pare në gjashtembedjet e vjeç pas një vatoregjen e një paner veror. E që regullt emocionuese. Me qdo histori e këshura e saj vinte me letej, si taj e saj humbin ate mjegullen e larget. A gjo filloj te buzekeshte me shume, duke vizatuar gjo vetem pejzaze, por erhene, une duke ngare, ne pranen gje zjarri kampi. Plaget ke kishte mbajtur po sheroheshin milje pas milje, de disi po sheroheshin edhe temjat. Ditet pas shetit qeve tuna ne, teth unë gjene sikur kishim kaluar një prakte padukshem. Furgoni nuk ishte me thjesht një mjet transporti, por një bote e përbashkët ku maskatrane. Ne vazhduam drejt perëndimit, shkembinjte e kukte skraparit u zëvendësuan nga zonat e tatat e shqiperisë se gjugut, pastaj në rrugët bregdetare të gjonit. Elira kishte marrë persi për listën e kangjeve, duke përzier të preferuarat e saj të vjetra. Elita pse,
Redon Makashi me kenget e mia te pavarura. Kendonim Strember, dritaret poshte, ajri I kripur ke frynte ndërsa perkafonim detin jon, ndale sa tu bene spontan. Një pike vezgimi në shkemb per fotografit e perendimit të djelit, një restorant I vogel per supe me fruta deti, një plas ku hidnim gurej dhe flisnim per asgje. Por tensioni zin poshte gjithë shkagje, I pashprehur, por elektrizues. Nata tona në furgon ishin bereme intime, jo neve prime, por në affersi. Duart në prekeshin kur kalonim filksanet, kembet në prekeshin nen batanigje kur ftohti kapej. E kapqeve ten duke e vezguar me shume. Menyra si ajo anonte koken ndërsa vizatonte, harku I buzekeshes se saj kur me nga smonte. Ajo ishte e bukur në nje menyre ke shkonte per te pamgjes e kendru eshme, gjalen e momente ke I kishte rimare. Dhe une në gjegja sikur po zgjohesha gjit hashtu, duke hekër kafe femigjen e kytetit të vogël ke ishte fshehur pas hartave. Ne arritem në rivjerin shqiptare pikerisht kur dielli po perendonte, bregdeti I tepisur shpalosej si nje ender. Gjeta një vente fshehte pakimi prane shkembinjve, okeani perplasej poshte. Vend perfekt ta e lira, syte indrisuan. Ne mblodhem drudeti per një zjar, flaket kërcisnin ndërsa muzgura. Ajo hapi një shishe veri të kuke ke kishim marrene saranda, duke derdur në filksane prejkallagji, per rrugan, ajo ngriti dolli, duke u perplasur me timin, ne u ulem aferne një batanigje, zjarin angrote fitirat, valet siguronin një sfond ritmik, I gjetu shfakan një nga një kjeli I pafunde indifferent. Vera na liru I fialet, historite zemrave të thirat e kaluara, endra të shtira. E lira foli perditet e shkolle se artit, si I kishte shkembjer penelatme njëzhet e të këndrueshme ke u shembë. Gjithsesi, mendova se martesa do të me regulonte pranoj ajo, duke pare flaket. Por thjesht varrosia të kaisha. Ti nuk gje e varrosu tani, tashe butesisht, doraj me gjeti të sajen. Kishta tane underturen, prekja me përshkojnë gjenë gjesi, ajo me pa ate here, vertet me pa, si te e saj reflektonin dritën e zjarit, arjan, po te isha me ere. Mos, e ndërpreva, zeri imi kendryshem pavarësisht zemres, ke me rrihte fort në gjoks, po te ishe me ere, ndoshta nuk do te ishim takuar kurre, dhe tani me ty eshte gjithçka. Ajri u be I rende, ingarkuar. Une u afrova, hezitues, por ajo me doli në gjisme të rrugez, buzetona u priken, të buta në filim, të kushdeshme, pastaj të luan me nje uri këte di e kishimin gjoruar për gjave të tera, duarti saj me kapen fityren, duke me ter hikur me afer, të mjarte nga të ruaran e flokete saj, putja kishte shigeveri de kripe, të gjitha miljeve kena kishin gjelle ketu, ne undame, pa frime, balet na preheshin bashke. E lira, peshperita, ajo me heshti me një gjeter putje, me e gjarte kete here. Ne shkuam në furgon, dera reshkiti pas nesh, furgoni u tund lehta me ritmin toni, gulqimet e saju bashkuan me valet e largeta. Kur mbaroi, ne shtriheshim të ndërturur, gjersa naftohej, koka e saj në gjoksin tim. Faleminderit murmuriti ajo, per çfare, per mos pjeturnese isha e sigurt, per taleno kete të gjete tjesht. Une e shtrengova me fort, gjumi na mori në dritën e pasionit, ate nate nën I gjet e rivjeres shqiptare, ne kaluam një vigje, jo nga impuls, por sepse ndihej e pashmangshme, mengje si soli dritë te arte ke filtër të permes perdeve, u zgjova me eliren duke përzir kafen e në sobe, floket I sajte të regullt, e veshur me kemishen time prej flaneli, ajo me da nje filksan duke u ullur prane meje në krevat. Më breme, filloi ajo, nje buzekeshe e ndroshtur luante në buzet I saj. Ishte e gjashte zakonshme, perfundova une, pa pendime, as nje. Ajo u afrua, duke me putur butesisht, ti me ke këtjer pjeset e vetes ke mendogja se ishin zdukur per gjithmoni. Ne u paketuam nga dale, duke zgjatur me ngjesin. Frutan nga njeteze anesore rruges, buke e tekur me recil. Udhatimi drejt gjugut ndihej ndri shetani, ingarkuar me energjitere.
Mbashtem duart mbi konsole, ndaluam per fotografiku autostradang gjitesh në shkembinj okeani I pafund poshtej. Elira na vizatoi së bashku, një vizatim të shpejtë të gishtave tane të ndërturur dhe e ngjiti në pult. Suveniri june I pare zyrtar, tha Agjo, por realiteti ndërhiri disa dite me vonë ndërsa I afroheshim Lorez. Telefoni I saq I ragjate një ndalese dreke në një kafe në Buze Plazit, Agjo hodi një si në ekran fytyra I USB. Është ai, ta Agjo butesisht, ishi im. Unë ngrira, piruni në mes të gogjes. Per gjiggjune se do. Agjo e beri, duke u larguar per privatesi. Unë e vesh gogja nga tavolina, kendrimi I sagji tensionuar, zeri I ulet. Kur u këqe, dukej e tronditur. Ai me do perseri, tote se I vjen kek, se Tirana eshte bosh pa mua. Ofrojte me fluturonte në shtepi, të filoj me nga I para. Stomaku mu shtrengua. Të qfarete? Asgje ende. Agjo ull, duke pare sanduisin e saj të patrashtuar. Një pjese e im gjapjet nese eshte me e lehta, e njohur. Nuk ka me ikje. Une I mora dorin. Elira nëse kjo eshte Agjo kedo, une do të qoj në aeroport, ose drekin në Tiranë nëse ke nevojë, por mos shko sepse eshte e lehtë, shko sepse eshte e drejtë. Agjo me shtrengoi gishtat, lotet I ngjiteshin në sy. Kjo eshte gjigjeja, nuk eshte e drejtë. Jo me. Agjo fshiu syta, siri I saj uket e sua. Shtepja nuk eshte Tirana, eshte kjo, ne. Rruga duke unë gjere gjalle per seri. Letesimi me permbiti, por une e mbajtë neutrale. Gje e sigurt? Agjo të ndikoken, duke me tërhekur në nje per kafim mbi tavoline. Absolutisht, le te vazhdojme, kë atëhere nuk u fshehem me. Në dikane ushkimore, mbashtem duar duke zgjedhur veren. Në kampe, u ulem afer zjarrit koka e saj në shpatulen time. Ne filluam një editarte per bashket, skika nga Agjo, shenime nga une, duke kronikuar udhëtimin. Planet per gjiro kastren evoluan, ndoshta të merrnim me kiran një kabine, të benim sheti që ne shtigje, të zgjasnim aventuren. Diferenca e moshes, për sigurite, u zhduken per balle lidjes ke kishim krigjuar. Agjo ke filloi si ndje shaka ishte bere e verte tagjone, e patjeshme në forsen e saj të kete, pas gati di muajsh në rrugë, komate furgonit kerkellonin mbi zavorrin e njohër të rruges kryesore të qytetit tone, pilina retonte si miktevgjeter kë në mire prisnin në shtepi. Ishim këtjer nga shkiperia e gjugut pas gjirokastres, duke ngjekur disa devizime shtese, rerat e bardhat e kunes, likenet e kripurat e nartes, nje instalacionar të unik në bregdet, para se të kteheshim në veri. Kilometrët ishin grumbulluar në gjeshem, furgoni tregon të moshen, e tish me disa zhurma të regja dhe nje gervishtje nga nje afrimi rezikshem me një drene malet I tomorit. Por ne ishim gjerez të ndryshem tani. Skikat e elires mbushnin një fletore të tere, ditari une një mozaik kushtimesh, bileta nga parket kombetare, lule të tata, shenime mbi perendimet e djellit ke kishim pare se bashku. Unë ndalova para shtepisi se saj se pari, motori gurgulon të ndërsa fikur qelesin e ndezgjes. Vendi dukej me I vogel disi, me pak I render si shem. Drita e verandes, ke kishim lënën dhe zur ndë shkelken të lehtën e dritën e dites. Gjemi këtjer, ta elira butesisht, dore saj ne pult, syte duke skanuar oborin sikur po e shite per here të pare. Po, u përgjigja, një gunge me zurin e fit. Udhëtimi kishte këne gjitska, liri, sherim, ne. Por tani, realiteti priste, shtepia e mamit per bale rruges. Makina e saj në garaj, ta shetemet e kytetit ke mund të fillonin nëse dikush në shitet e shkarkonim se bashku. Po tani, Agjo u këti drajt me, gishtat e saj gjeten të mite. Nuk edi, por nuk dua ke kjo të mbarojë. As une. Une I shtrengova doren, pesha e gjithçka e povendose. Ne ulem ati per një kohë. Brendesia e furgonit mbante ndere zjarësh kampi dhe kripedeti. Me në fund, Agjo mori valiksen e saj. E gja brenda, me ndihmo të shpaketohem. Unë tunda kokën duke e ngjekur lartë shkaleve. Shtapia ndihej e mikur paskak shume kohesh larg.
Pluhur mbi piano, posta e grumbulluar pranë deres. Ne I lëshuam çantat në domen e ndëngjes, dhe Ajo na derdhi kafe nga një tenqere që kishte përgatitur para se të largoheshim. Në dihet çuditshëm, pranoi Ajo, duke u mbështetur në banak, sikur nuk I perkas me këtu. Atëherë mos rivetem, thashe une, fjalet me dolen papritur. Zhvendosu me mua, ose une me ti, çfarëdo. Mund të gjejme një zgjidhje, si te e sa gju zgjeruan, pas ta gju zbuten. Argjan, gjë serioz? Vdekjeshëm serioz. Kjo dhetim nuk ishte thjesht një flirt, ishte në ke gjetem shtepin e të njeri qëtri. Lotet I ngjiteshin në sy, duke u derdur ndersa ajo la filkshanin dhe erdhi drejt me gje. Po, peshperiti Ajo, duke me terhekur në nje per kafim, zot, po. Në kendruam ati, duke u mbajtur fort, ketesja e shtepise në mbeshtilte si që kishte bere rruga. As një propozim madheshtor, as një unaze, thjesht një vendim I lindur nga kilometra hesht gjegje dhe te keshura te per bashketa. Ne nuk humbem kohe. Ate pas dite, une solla sendet e mia telbesore nga shtëpia e mamit. Roba, laptop, një kuti me vegla dizajni. Mami ngriti një vetull kur I tregova, por buze keshi me mire kuptim. Behu I lumtur, biri im, kjo eshte gjithçka që dua. Vendi I elire subejni, pianoja e saj ne koshe, hartat e mia të ngjitura ne mure. Ne pastruam hapesiren në garaz per furgonin, duke planifikuar servisimin e tish të radhes se bashku, gjeta u vendos në një ritëm të ri, të tjeshte dhe të telle. Mëngjëseve, zgjohesha me të duke I renebutesisht kitares në kuzhine, kafi jaziente, e putja në shpatull e ndërsa kaloj, duke marre një filkshan. Flete mire, pjeshja. Me mire se prej vitesh, per gjigjaj Ajo, dora e saj duke mbetur në timen. Hanim mëngjesin në verande, duke pare kytetin të zgjohej. Pas diteve, Ajo jepte me si me pianoje, une punoja si I pavarur nga tavolina e ngrenjes. Skisat tonat e shperndara rete rotull, mbremgjet ishin të tonat duke gatuar se bashku, makarona nga ngjere se te rrugore ke kishim marre, ose duke u ulur prane gropes se zgjarit ke kishim në dertuar në obor. Koka e saj në prehyrin tim ndjersa unë leksoja me ze te larte nga nje liberu dhe timi. Ne filluam një klase te vogel per femijet vendas, Ajo u mezonte muzike, unë u tregoja si te vizatonin hartate aventurave imaginare, se si I pare një gjallepjeti si u takwa gjutedi, ne shkembjem veshtrime e lira duke bere me si, ne rruge tha Ajo, devigjimi me I mire ndon gjehere. Nuk ishte gjithçka perfekte, debatet shfakeshin, si kur une dogja te planifiko gja udhetimin tone te radhes me kushdes, dhe Ajo kërkonte spontanitet. Gjeta nuk eshte një tabele me nga sponte Ajo, por ne I flisnim duke përfunduar me faljete pesh peritura në shtrat trupat afer. Ishi I sajira telefonit edhe një here, Ajo e blokoj numrin ba hezitim. Kjo eshte e kaluara, meta Ajo. Tigje e tashmgja ime, një fungjave e quam furgonin në një liken ati prane thjesht per hater te koheve të vjetra. Te parkuar në nigje, shtruam një batanie, kitara e saj në dore. Ajo luajti një kengetere ke kishte shkruar per rruge te pashkelura, dashuri e gjetur vone, ndersa Ajo kendonte, une e ter hoka afer. Elira, kjo eshte Ajo per mua. Ajo la kitaren menjane, si te e saj takuan te mite. Edhe per mua. Ne beme dashurinen kjelin I hapur, nga dalte dhe I bute, bota ushduk mbetem vetemne. Në shtepi, shpenda me harten tone te made ne tavoline në kuzhines. Duke ngjirosur rruget ke kishim pushtuar, shikgjeta ke tregonin endrat e regja. Aleska veren e ardhshme, ndoshta bregdeti lindur pas kesaj, pa premtime per gjithmone, tesh qëdo dite duke zgjedhur njeri qetrin. Kyteti peshperiti në film, por pas taj uzbe. Kur femi jet pjesnin per diferencen tonet e moshes në klase, në ngritnim supet. Dashurja nuk kërkon dokumente, toshte elira me nje te keshur, duke pare prapa, Ajo shaka në garaj hapin nje dire ke nuk dinim se na duhej. Ajo sheroj plaget, e saj nga nje martese pa dashuri, men kësori nga limani imi sigurt. Tani kur zgjohem me te prane megje, ose e kap duke vizatuar në kopsht, e di ke shtëpia nuk ishte në gjëvend ne harte.
Ishte dora e sajnë timen, furgoni gati ne o bord e rruga e pafund përpara për të aventuren tonë të radhese bashku. Guhem argjan hisa dhe gjamnjezet e shtatevgjet, duke kaluar praktikisht të gjithë